Nga ana tani edhe mendimet e tona kërkoj për edhe. I njëjti gabim mund të ndodhë për herë të tretë në Apoloni. Teatri antik është mbuluar nga ujë dhe balta. Shkarjet e dheut kanë zbuluar punën e dobët të arkeologëve gjerman. Këtu është bërë një gabim madhor në mënyrën se si është punuar këtu. E thënë ndryshe e ka humbur për momentin për fat të keq atë qëllim për cilin edhe u punua, që ishte kthimi në një objekt vizitueshëm i teatrit. Ekspertët kanë afruar sugjerimet e tyre, por nuk i ka pyetur kush. Ne rekomanduam që gërmimet të bëshin nga lart poshtë deri në kufirin maksimal që ata kishin parashikuar dhe kështu bëi lehtësimi i shpatit dhe eliminimi i rrëshqitjeve dhe dëmeve që mund të shkaktoheshin në pjesën e teatrit poshtë, në skenën e teatrit. Ata nuk e kanë zbatuar këtë rekomandim. Nëse Kalaja Rozafa ndërtoi ditën e shembej natën, teatri Apollonis zbulohet në verë e groposet në dimër. Atëherë gjithë pjesa e skenës ka qenë e zbuluar, por me anë, domethënë për shkak të rreshjeve të muajve të fundit, ka patur një spostim i cili në fakt për fat keq dhe ajo që e bën edhe më tragjike situatën e këtij sektori është që është diçka e përsëritur. Territori ku ndodhet teatri antik është një zonë e paqëndrueshme gjeologjike, ndaj kërkohen metoda specifike gërmimi. Në vitin 2010 shpati u shem dhe mbuloi pjesën e gërmuar të teatrit. Në 2011 ekspertët paralajmëruan, por në nëntor të vitit të shkuar ndodhi e njëjta gjë. Teatri Apollonis pretendohet të jetë ndër më të mëdhenjt në Ballkan. Gërmimet për ta bërë të vizitueshëm kanë nisur që në vitin 2007, por jo vetëm që teatri nuk po zbulohet, por rrezikohet edhe dëmtimi i rënd i strukturës së tij.